Është krijuar ideja se freelancers janë vetëm ata që merren me menaxhimin e rrjeteve sociale, por kjo nuk është e vërtetë, sepse freelancer është një person që shet shërbime dhe shërbime online mund të shesi edhe dikush që është arkitekt, dikush që merret me financë, një fotograf, një videograf, një web designer, një graphic designer, çdo kush që ka një aftësi për të cilën mund të shes më pas një shërbim për të cilin mund të kenë nevojë individ apo biznese. Po, është e rëndësishme që ju të keni të paktën një kuptim minimal të rrjeteve sociale në mënyrë që t'i përdorni për të promovuar shërbimin tuaj, sepse praktikisht për të punuar online ju duhet të keni diçka për të shitur dhe njerëz që të blejnë atë që ju shisni. Pra, çfarë do lloj profesioni ose aftësie që ju keni, do duhet që ta promovoni në rrjetet sociale në mënyrë që klientët t'ju gjejnë juve dhe të blejnë shërbimin tuaj. Dhe kjo është logjika e të qenit freelancer, shitje shërbimesh online. Nëse jeni të interesuar që të mësoni se si të punoni online, bëni follow sepse ndaj her pas here këshilla të kësaj fushë.